Mirëmëngjes, zënjur se Pepica. 107, 108, 109, 110. Nuk më thua, zënjur se Pepica, a je në forum sot? Nuk t'i intereson. Nuk më intereson, Nuk më thua, zënjur se Pepica, çfarë ëndre pimbre? As kjo nuk t'i intereson. Po mbaro pak shpejt të lutem, se po erdhi zoti Dimostheni dhe t'i gjeti këtu mirë ti. Mirë unë? Po kush unë? Nuk më thua, zënjur se Pepica, ku se nëzori zoti Dimostheni deputet. Kush kujdeset për jetën e ti, Ti, kush tjetër? Po të lutem largo. Apo ke një kopure të ndrysh kur ti dhe kujton se ç'bën? E ndrysh kur është? Pse si është? Do ta nxjerr? Avash. A ka mundësi zënjur se Pepica të mësoj dhe unë kompjuterin? Të lutem, zënjur se Pepica. Ikore, idiot. Çfarë po ndodh këtu, zoti Kostaq? Po mësoj kompjuterin, zoti Dimostheni. Jo, shakara me zarar këto, zoti Kostaq. Shko në punë, edhe mos e lër asnjëherë portën vetëm. Qartë? Se urdhon. Hajde. Nuk do t'ju shqetësoj zoti Dimo, po Kostaqi po bëhet i paduruar. Përse? Ka disa ditë që po më përmend se ju kanë ndihmuar shumë në fushatën elektorale. Dhe se patë, ju do t'ishit bërë deputet. Është idiot. Kështu i thash edhe unë, se sot më E lem këtë bisede? Më kërkoj njëri mua. Po, shumë persona ju kanë kërkuar. Kush? I pari zoti Thanasi. Thanasi, çfarë donte Thanasi? I keni premtuar para zgjedhjeve një vend pune. Po, tjetër? Një dimitraq. Dimitraq ju kish kërkonte. I premtuat një ndërhyrje për të marrë kredi. Tjetër e di këtë. Telefonoi edhe zoti Polikroni. Polikroni kërkon vend pune në universitet. Tjetër. I fundit një Tomi. Tomi, ky nuk më kujtohet çfarë kërkonte ky. Tomi kërkonte që ju t'i bënit një analizë urine. Çfarë? Analizë urine? Po pse deri këtu kemi arritur ne? I thash edhe unë, zoti Dimostheni është deputet, nuk është doktor. Çfarë tha? Më tha, unë për zotin Dimostheni voton. Jo, moj, voton që unë të përgjigjem për analizën e shurrës ti, Hajde, mendje, hajde puno po deshe, Zoti Dimo! Urdo! Zoti Dimo! Jo, më bëjmo! Se me shpët, kushtë? Zoti Kasap, çfarë do? I thashëm, foja person, nuk foja pratë thash. Jo, zonjë Pepica, do ta prisni ju, edhe do t'i thoni se unë me të vërtet nuk do dhe këtu, Po nuk në lënë rehatë punoj, more hama. I thoni të futet. Shumë po më pëlqen poza juaj, si urdhëron. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Janaq. Vesha të takoj pakat zotin Dimostheni. Fatkeqësisht nuk është këtu. Sa po iku? Po kur do t'jetë zyrgë? Po ky njeriu pa fila unxhe. Më falni, zoti Kasap, pa zoti Dimostheni është deputet. Ka probleme serioze. Jo, more. Po pse nuk e di unë ç'punë kanë deputetët? Do ma thosh ti mua. Po para se t'i zgjedhin ka deputetët, na ulen, na për ulen, na bjen në gjunjë. Sa zgjidhen, ku i ke, nuk i gjen dot. Të fjalë, të mos e thuash me. Edhe po ta them, Nuk po të përgjigjem se nuk duhet të zgjem. Nuk më thua zonjë. Zonjush të lutem. Më falni, nuk më thoni zonjush. E dini problemin tim juve? Po si e di? Po? Keni vëlla në burg për disa tatime që nuk i paguante. Tamam, edhe zoti deputet më premtoi se do ta nxirrte. Ka 2 muaj që vi këtu vazhdimisht. Ku e ke? Tallet me muaj. Po ju duhet ta dini se nuk është kaq e thjeshtë. Zoti Dimostheni tha se ka mundësi të mos realizohet. Si më mos të realizohet? Si më mos të bëhet? Pa i më premtoi mua. Po pa ishtë shumë i zënë me punë, nuk ka ka... E po të mos më premtonte. Edhe duhet ta bëj se s'bën. Edhe t'ja dhoni këtë. Ku jemi këtu ne? Më intereson. Edhe dëgjo, i thoni të mos të tallet me popullin ai se. Ike! Qa ti bëj? Mi iku. More, të shë gjeti? Kushune? Jori. E po të pakto me mua se të bëj kukurecu. Qa ti bëj? E kam paletës kretë. Mirë që arriti të t'i ikte. Po të shiko punën të ti. Zoti Dimostheni, urdhoni, rruga se hapë.
të rinde po t'ja mba. Çfarë kërkon? Po përtiste, rrezik të arando një ditë, tha. E përse do më rrej? Sepse ju nuk po e mbani premtimin që i kemi dhënë. Pse ju i thatë që unë nuk mbaj premtimin e dhënë? Ua, po nuk më thatë kështu, o zoti Dimo? Që ta thash ti, unë du t'e thoshit pa tjetër ati bëj? Po si nuk i kuptoni gjërat me esenciale, moj zonjush? Po kështu flasim në tek zjedhësit. Edhe aqë më tepër, kur profesionin e tyre e kanë kasa. Çfarë të thosha unë, o zoti Dimo? Çfarë të thoshe unë, zoti Dima? Po i gënjeshtë nuk je, do t'i... Po çfarë gënjeshtë ti gjej? Po ta gje unë, nuk të pyesë ty, jo? Po nuk është punë kjo, jo. Do një ditë do të jep për besë në kanal mua. Po vjen zonja. Po vjen zonja. Po vjen zonja, po nga e more veshtish, po vjen zonja. E njo zilën e saj. Ashtu? Zrrrr. I ke hape. Shtu dhe jo zonjush me pizza, do hidheni deri në pazar. Do gjeni janakin edhe ti thoni... Të mprej hanxari. O që ti thoni? Po ti thoni me të vi nesër. Pastaj deri nesër do të kemi gjetër në një zgjidhje. Si u o zoti Dimo? Ke zgjidhje. Jo, jo. Nuk është. Çfarë ke kështu i dashur, ë? Më dukesh i shqetësuar, zot. Po shte keme dashur. Me vinë për ditë në zy, loj njerëzish edhe më kërkojnë rushfete nga më të ndryshme, që nga vendi punës në universitet, edhe deri tek analiza e shurrës. Analizurine? Oh, do një ditë do më bjen dhe atë të kakës. Qeshe, dashur, qeshe. Ja, për këto më duhet një sekretar, mua. Sekretar? Edhe aftësia e të cilit të jetë gënjeshtra. Që t'ju rregulloj rishfetet, i Jo, e dashur. dashur t'i rregulloj rrushfetet, jo t'i rregulloj, por t'i sjell njerëzit vërdall, edhe të mos demoralizo. Edhe si mund të bëhet kjo? Po ja për këtë më duhet sekretari. Po mirë, je i detyruar ti të merresh me problemet e çdo njeriu. Po shti bëj, ishe detyruar të bëja këtë në fushatën elektorale. Dhe më thuaj dashur se nuk mund të thuash gënjeshtër. Më falë, po nuk më kuptove dot një herë. Se premtimet janë të lehta. Të kërkojnë. Ti u premton. Ata prap të kërkojnë. Ti prap u premton. Po vështërsia është pas zgjedhjeve, sepse të kërkojnë atë që ti u ke premtuar, edhe hajde hidhu pastaj, more vesh e dashur. Prandaj të lutem shumë më zber koka thallë. Do shkoj deri në dhomë dhe po më kërkoj njëri për të ti. Patjetër i dashur. Zoti Dimo! Zoti Dimo! Zonja Meni, Urdhro, do të prestë të tjerë, zoti Dimo? ka njeri? Është një zotëri. Le të hyj kostaq. Si urdhëron? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kë kërkoni ju lutem? Desha të kërkoj deputetin, zotin Dhimosten. E ju ka lënë takim sot? Jo, zoj, nuk e njoh personalisht. Para ca ditësh ka marrë në provinca dhe nuk njihem me personalitetet e qytetit tuaj. Po më falni, me kë kam nderin të bisedoj? Unë jam e shoqja e Dhimostenit. Seriozisht? Do me thënë e deputetit që ju kërkoni sot. E pamundur. E pse? Kjo është mrekulli. Po kush? Takimi me ju, zoj. Kur nuk e fantazonja që një deputet do ketë një grua kaq të re dhe kaq të bukur. Ju falemderit, zotri. Megjithëse sa ka ardhur nga provinca nuk shoh ju mungoj guximi. Ashtu Ju të më thoni çfarë kërkoni? Kam një letë rekomandimi nga një miku i deputetit avokat. Do marrë detyrën e sekretarit të zoti Dhimosten. Dhe çfarë profesioni keni, zotri? Gënjeshtar. Gënjeshtar? I pa kongurueshëm, zoj. Me lejoni të prezentohem. Theodoros Parnas, gënjeshtar profesionist. Herë të pare dëgjoj këtë profesion dhe me sa shoh ju krenoheni me këtë, zotri. Si të mos krenohem, zoj. Unë nuk jam një gënjeshtar i rastit si shumë të tjerë amatorë. Unë jam gënjeshtar profesionist me talent, me gratë shkencore, zoj. Edhe me këtë profesion kërkoni punë? Do, me tha zoti avokat se ishte i vetmi profesion që i intereson të burit tuaj. Ja pra një rast i volitshëm për deputetin. Gënjeshtar më të mirë se unë, zoj, nuk do të gjeni nga gjithë botën. Jeni një rekordmen. Urime, zoti gënjeshtar. Faleminderit. Më falni,
Mos ofendoni që ju them gënjeshtarë. Përkundra si, ja vjen shumë mirë zonjë. Sa i në zënë që më qengëni. Nuk me njëni qatë tipi që jam zonjë. Nga unë trëmëshin gjykatësit, avokatët, prokurorët, se punonja si dëshmitar gënjeshtar. Dhe kuj shkruanit gënjeshtrat tuaja? Në gazetën E Vërteta. Zotri, a mund të më thoni çfarë gënjeshtra shkruanit? Po si? Ju a them. Fillimisht shkruajta për gjuetin e luanëve të Afrikë. Suksesi ma. Dhe si mbarova luanët së vrari nga gjaktarët, Gjerca, nuk po shite ma gazeta. Si t'japaj. E gjete? Po, do i futem politikës tash. Kry artikull. Ministri i Brendshëm do japi dorëheqjen. Gazeta. Në kopshin zoologjik, një elefant kafshoi kryeministrin në vesh. Gazeta. Qa suksesi. A keni parë elefant, zotri? Ka parë në televizor. Me këto që më treguat zoti Thodori, më dukeni shumë tip interesant. Por doja të shikoja pak më mirë. Si? Të më shikoni, zonë. Si ju dukem, zonë? Po jo në formë, Thodori. Në përmbajtje. Në falë, me gjithë tjetë. A ka mundë si të ullëm? Ju lutem. Thodori, a nuk më thoni, me qënë se ishit aq mirë në provincë, përse erdhët në kryeqytet? Nuk me lanë me i të mirë, zonë. Mërë Thodori, me thoshtë. Përseri në provincë. Shkore në kryeqytet se atje gënjeshtrat kanë më shumë vlerë. Unë mendova dhe unë, si t'japaj. Përse të unë bas talentin tim, thash, unë nisa në kryeqytet. Edhe erdhët, Tamam. Takova mikun tim avokat, i kërkova punë, pa i s'kish nevoj për mua, ishte vetë gënjeshtar. Edhe ju dërgoj të i burim. Po, dhe tani që unë njojtë në bashkë, besoj se e fitova simpatin tuaj. Më dukeni shumë tip interesant, zotri. Por, dëgjoj, me keqardhje, por ju them se unë i urrej gënjeshtrat. Jo, ju grua ti urreni gënjeshtrat, pranohet kjo? Pse nuk pranohet kjo? Se gratë janë të lindura gënjeshtare, e kanë të dhundin nga Perëndia. Nuk besoj se juve të bëni përjashtim. Nuk e di nëse bëj apo jo përjashtim, por po ju them se unë i urrej gënjeshtrat, zotri. Gënjeshtrat janë dhuratë e Zotit. Shkrimtarët më të mëdhenj të botës janë gënjeshtarët më të mëdhenj. Shkrimtarët gënjeshtarë? Që kujtojnë ti se janë roman, histori fantastike janë, gënjeshtra, po njerëzit janë të çuditshëm. Kur njeriu i shkruan gënjeshtrat, i thon shkrimtar i madh. Kur i thot me gojë thon, "Ai, gënjeshtar." Nuk e beson, ja? Ja për shembull Omeri shkruajti për luftën heroike që nuk bë fare. E po të ishte bëra ishte qorë, nga do të shikonde. E shikon zonjë? Shumë biseduam, zotri. E drejt zonjë, mbase ju lodha, a ka mundë si takoj pak zotin Dhimosten? Fatkesisht mungon. Si mungon? A i shmatan. Portieri më tha që është brënda. Do besoni portierin apo mua, zotri? Natyrisht që portieri. Zonjë, Ju lutem largohuni, zotri. me gjithë respektin që kam për ju, po u them që unë nuk kam ardhur të blej gënjeshtra, kam ardhur të shes. Kjo nuk durohet. Kostaq? Rani, zonjë. Kush është ky Kostaq, zonjë? Tani do ta shikoni, zotri. Droni, zonjë. Ju lutem nxirreni për jashtë, zotri. Jashtë. Si jeni zot Kostaq? Mirë? Mirë, juve? Jo dhe aq mirë Kostaq. Atëherë dilni sa më shpejt që të mos bëheni më keq. Hajde. Kostaq nuk jam aq mirë, kam të raua zemre, urdhon. Ja dëgjoj. Këtu? Këtu. Dana, Kostaq, Kostaq. Nuk do të mësoj. Ja, merci. Respekt për ju. Ashtu po. Dana, Kostaq. Një minutë, Kostaq. Është e çuditshme, Niko. Dhimosteni Kongut që do mos do të takoj këtë njeri. Ashtu, e? Unë mendoja se ai do të nxej me këto që i treguam, ndërsa ai u entuziazmua. Me atë gënjeshtar. Me atë po të them. Do më thënë ai ke ngulë që pa tjetër të atakoj këtë njeri. Dhimosteni do t'jetë. Zonjë, zoti Dhimosten është shumë i nevrikos. Më falni zonjush, nga e kuptuat juve që... Nga zilja, kur i bie një herë zërrrr, është mirë. Po i ra 2 herë zërrrr, Ashtë i nevrikosë. e tjetër. Lëri rrafet me shka portu të ikë. Si nuk u mësua një herë me juve kjo budallaqe zonja Meni. Po e keqja nuk është tek budallë ku i saj, Niko. Unë ja çdo ditë i zburoj vetë të tjera.
Jo, për shembull, kur vjen tek ne ndonjë burr nuk e di se ç'pson, bëhet tjetër njeri. Tjetër herë, kur ti bie zile se portës unë, ta hapësh të sekund. More vesh, more! Surdra. Hajde i veni. Jeni ku mirë. Mirë. Sigur nuk të shikoj në formë sot. Lere, Niko, lere! Të më kap njeri nga hunda do të pëlcak. Se çfarë ka ndodhur? Se tregoj më parë. Unë isha për të ardhur këtu. I pa në autobus. Po? Po për para meje, Niko, kishte aq shumë njerëz sa nuk e merr dot me më del një alamet në zdapi. Përdave, qomi këtu. Jo, mirë jam rënë kem. Jo, më vjen shumë keq. Hajde punova ti. Hajde! Ku e lam? Po, te autobusit. Për para meje, një alamet në zdapi. Më ka put këtë shkeru në këmë, Niko, po ta manë më mbi kavë. Unë në rita këtë malë. Ignoranti. Po kujdes, more i pa udi, thash kujdes e më shkele në kavë. E dini si ku përgji? E qfaj ka mund, që ke kalla në këmë. Po të duash mos hip në autobus, ja të kjem taksi. Çfarë njeriu pas ka qenë? Mare, nuk kam gjetë merë me ty, thash. Pa e dhja, unë si do të tregoja që e Dhe si tu përgjigj? Po shore me kush, më. Po ti nuk e rrahe? Po krita dorën e një. Sa ta kondas unë, më këput pjetu në stomak, unë to përra. Pa jam basi me të katra. Sa bukur që e tregon. Bukur, gjesti këgjeshte, grushin e engra unë, të lukë një regeti. Kush e di çfarë batakqiu do ketë qenë, ë? Çfarë batakqiu më thua moj meni, ishte zotni i veshur me kollare. Ama ne e pafsha me, se e kam të fiksuar surat të ti. Do t'a bëj 400.000 copa, e qëta. Më thoni këndodhe tërë zoti Dhimo, t'ja ndrejtu sa marim. Kush? Ai që u goditi me grusht. Nga e more veshti? Ja t'jova. Po ku e t'jove? Je këtu, të vrimja. O Perëndije madhe, vjen edhe më dëgjon si hajdut në vrimat e shtëpisë time, edhe ma thua dhe me mburri, e? Mbaj përgjithësi për jetën tënde, o zoti Dhimo. Ik për kokën tënde, ik se do më bësh atë që s'ta ka bërë në herë të kapes. Surdo. Ik të në. Qau! Ha, Niko? Ja, për këto më duhet një sekretar. Dhe akoma nuk e gjetët. Të lëmen, erdi ti e më tha një alamet njeri u pesbo. Zoti deputet! Zoti Dhimo! Zoti Dhimo! Po, ti ta lini me grusht, mos më thoni që kam përgjithësi. Po përse tu ta godasësh, ordi? Po na shajnë, zoti Dhimo. Po shko bëj pritin e popullit dhe mos ja lërgo staqet përgjithësi. Zoti Dhimo, unë po dalë, do duke më po. Miru pafshi. Miru pafshi, Niko. Aty është e je? Jernaqi? Jo, s'ka, jo. Lavdi zotit. Vërtet çugo me probleme. Asgjë më vendi, edhe i kam thënë të vi sot. Ama po erdhi, na piu e zeza. Zoti Dhimo, më leni se rregulloj unë. Ti e? Ti të nduk në tule. Nuk më la ta rregulloj. Ta më linde? Oh. Në. Zonj, po vjen një zotëri. Çfarë zotëri? I mirë po duk. Prap kjo, i mirë. Moj të pyeta unë se sa i mirë ishte, e? Moj kulla, a nuk më thua, çfarë ndjen ti kur shikon burr? Po ja, si ta thënë? Po thuaj. Si më vjen? Po si të vjen, Si më do lisje? Kulla, lere të vik. Urdhroni zotëri. Mali me mali nuk takohen. Erdhët përsëri, e? Po, zonj. Dhe jam veçanërisht i lumtur që u shikoj përsëri, duke menduar se marrëdhëniet tona do shkojnë drejt përmirësimit. Le të shpresojmë, zotëri. Dëshironi gjithë në këshin? Hiç. Hikte. Si urdhra. Nuk isha ndërmend të rikthesha kaq shpejt, zonj. Po me që i telefonuat përsëri miku tim avokat, Më falni, po nuk i telefonova unë zotëri, burri i telefonova. ashtu? Do të jetë njëri shumë zëvërgjerë, mezi po pres të takoj. Edhe ai me si pret ju takoj zotëri. Ju falenderit. A e dini, zonj, këtu të ju, unë ndjej vetën tamam si në shtëpinë time. A ju lutem, urdhroni zotëri. Ju falenderit, zonj. Pini duhan? Jo, faleminderit. Ka bërë mirë që ke bën. Mos doni të gjete ndonjë kafe, zotëri, e? Do të pim me dimoste. Çfarë do kulla? Hiç. Ja, do shkoj të vadis lule, zonj. Po leri moj lule të shkoma tani. Si urdhra.
Do të vinja shumë ma shpejt, po më ndodhi një prapsi. Çfarë njerëz që ka krye qytetin? Të paduruar, shërgjinj. Se çfarë ndodhi, zotri? Një episod i papërkysh në autobus. Episod në autobus? Para një orë, sa hipa në autobus, u ndodha para njeriu të çuditshëm. Kafsh, po kafsh po të thënë. Nga që me shtynin, e shkela pak në kallë. Ma ju hodë për pjetë, gati sa nuk me herë. Dhe u zot? Po jo dhe shumë. Unë i thashë, i kore plakush, a i ngriti dorën. A i dorën, pëp një grush në barë, e palosa. E bukur kjo, veçanë, zotri. Nuk me një një qati për një jamë, zonë. Në të rrasë e zbatoj sistemin kodit dhe shtoku. Zotri, po ju përse qeshni, zotri, ha? Nuk ujtua shuratit ti, zonë, ishte një tulas, një kokë që të kështë. Po mendoni po t'ju dali gjikundi, Po të me dalë po që kundi. Po them po t'a zili shejtani takoni, zotri. Rasti ti nuk vjen ma zonë. Po farë, zonë, ju pse po qeshti ka qohë. Hajde pse, zotri? Sepse njeriu që ju goditët ishte burri im, zotri. Jo, zonë, jo. Të themi gënjesht apo jo kaj të trasha, zonë, jo. Po nuk ju gënje, ju betohem, zotri. Si ishte, po s'ka mundë. A doni ta shikoni? Ka të shikoj, kush është? Ja, shikoni. Ha, nuk është ai? Fatkeqësi, Të gjitha i prisnja, po që të ra përgjegjesin tim pa e takuar, nuk e fantazonja. Pak më parë, ma përshkruan të episodin. Zonjë, Dhe di që më thoshte? Zonjë. Po t'ju takon të gjikundit, cëpa do ju bëndë. Zonjë, i ka unë se... Hajde një minutë, zotri. Pa. Hajde këtu, zotri, një minutë. Dëgjoj, kam një mendim. Me qenë se jeni këtu, me qenë se jeni kaq i talentuar në gënjeshtra, a nuk mund të gjeni diçka për të justifikuar? Po çfarë ku të Të justifikuar? burim? Po çfarë ti thjesht? Dëgjoj, janë një vend ku mund t'regoni talentin tuaj. Edhe dëgjoj, po e realizuat këtë, unë do t'influencoj që të merreni. Në punë. Për fjalë të Për fjalë të nderit. Ju nuk do flisni fare. Asnjë fjalë, bile unë do largohem dhe do hyrë vetëm. Dakord. Po shkoj ta njoftoj. Na një minutë, një minutë sa të gjegin tish. Po. Rasti til për herë të parë po më paraqitet. Jepi Thodori. Zotëri, vetëm ju kanë lënë? Shikoj që keni ardhur juve. Largohu se kam se mund një gjithse. Jepi Thodori. Autobusi? Ju faleminderit. Po me thotë dhe faleminderit. Me vjen edhe shtëpi time. Më vunë, zotri, një kundërshtar i juaj politik. I papoli jemë tha, po, do para, do. Merë 50 lakmi dhe godit e zotri. Seriozisht? Po pse gënjeshta do themu? Do me themi që i vën? I vën nga kundërshtarët tuaj politik. Edhe ma hangren. Ta hangrat. Po nuk e dinja ku shikshim, më zotri. Kore mora vesh tash, bo qka bë. Cilin godita? Zotin Dimosten godita. Deputetin ton godita. Shpresën e atë dheut. Bilbilin e kuvendit. Do me thënë nuk më njini personalishti? Jo, zoti Dimo, po t'u njifnja e bënja një të tim. Po pse vetëm nga fama që kam, apo? Po, zoti Dimo, qëfar fame që keni, të gjithë ju njojnë. Po mirë, ti si nuk më njeh mua, nuk i kishe parë fotografitë e mia të varore në për dykjan? Po, i kisha parë, po, fotografisht në to, zoti Dimo. Ju ka ngrënë haku, ju gjeni kolos, zoti Dimo. Ashtu, kjo po këtë... Ata fotograf duan varur. Po, edhe varu tani, mos e të projnë. Po, si e bëra këtë gabim, zoti Dimo? Mua më pyeti? Po, jam bërë për të ngushëlluar, zoti Dimo. Sa kreti që të ngushëllojën me që më godite? Po, nuk thash të... Nese, lëmë, në fund të fundit, ti je viktime të tjerë. Po, zoti Dimo. Ullu, tani do të më thuash mua, kush ishte ai që të vuri ty të më godasësh? Nuk e di.
Nuk e di. Jo, e di, e njo, po nuk e di emrin. Po mirë, nuk I mban mend karakteristikat e tij? I mbaj mend, ishte një I shëndosh kështu me mustaqe, Po tash I e njihni? E njoj, veç porojti mustaqet, Se kishte shumë mustaqe? shumë nuk mund të përcaktoj numrin e kimeve, shumë. Ashtu? Po mirë, ishte I gjatë? I gjatë, po gjatë si shkurtër kështu. Atëherë I shkurtër? I shkurtër, po që të jemi sinqert, ngjarë si I gjatë. Jo. Si të pasakta më duket të dhënat e tua. Bravo! E rregullove, Thodori, e? Çfarë? Me zotin Thodori po prisje. Nuk e prisje për ordro. Ja, Çfarë thotë? Zonjë, as fjalën tuaj nuk po mbani. Falni. Kush jeni ju e zot? Më falni zot Limo, nuk kam vend për gënjeshtra. Marr guximin të prezentohem. Theodoros Parlas, gënjeshtar profesionist. O, Perëndie e madhe, ke gjysmë ore që më dërdallit mua me gënjeshtra. Po gënjeshtar nuk kërkoni zoti Limo. Kërkoj gënjeshtar për të tjerë dhe jo për veten time. Po me të rast dash dhe provimi zoti Limo. Çfarë provimi? Zoti Limo, nëse juve u thash 5 gënjeshtra, tek votuesit tuaj unë do t'u them me thras. Të thras mustaqet ta Jo, një minutë, mos më vjen zonjë. Faleminderit shumë zonjë Limo. Shumë faleminderit. Jeni shumë zoti Limo. Po vjen Janaqi. Janaqi. Janaqi! Edhe vjen edhe mas mua me qi. Hëqë! Kush është ky Janaqi? Mirë mëngjes. Mi zërë e zotë Janaqi. Si e nështë? Mirë faleminderit. Lavdi zotit ju takon se ty palë këpuc kanë prishur ama. Ashtu është këtë drejtë zotë Janaqi për që të E po çfarë do më thoni? Se ka 2 muaj që vllai im është në burg. Më premtuat se do ta nxjerrni. Tash e si E po si I thonë se me fjalë më thoni do e nxjerri. Kurse në fakt po e krini më keq po e krini. Zoti Janaqi, më falni. Këtë çështje kam marrur për sipër. Nuk ka mundësi që zoti Dimosthenë të mirët me të gjitha. Kush je Dimon? Nuk më njihni? Jo. Sekretari, kush tjetër? Sapo u ktheva nga Ministria e Drejtësisë që po studion problemin tuaj. Më falni, zoti Dimosthenë, se nuk isha ta thash domethënë, por I bëra kaq presion ministrit sa që u detyrua të më thotë që do më njoftoj urgjentisht në telefon. Ja. Ai do të jetë. Urdhoni? Ju jeni zoti ministër. Ministri. Po, Thodori ju jam. Ç'bëhet për punën që biseduam? Për çështjen e Janaqit. Po çfarë thoni zoti? Jo, mos e bëni këto zoti ministër. Zoti Dimosthenë kërkon ta lironi patjetër nga burgu. Më dëgjoni? Po çfarë thoni zoti? Atë që ju thash dhe kur jipni një premtim ta mbani, më dëgjoni zoti ministër? Po cili ministër more? Nuk e kupton që jam grua? Po më bën që tu flas keq zoti ministër. Mos hash për sot. Zërëm të shaj. Mundë mos bëhet, si more mos bëhet kur më premtoj. Dëgjoni zoti ministër, zoti Dimosthenë kërkon të bëhet patjetër. Përndryshe do kërkoj largimin tuaj. Në djarë nuk shkoni? Kjo po, në rregull. Më në fund. More, çfarë fenomeni që nga kë? Çfarë tha zoti ministër të lutem? Çfarë do të thoshte? Do ta bëj patjetër. I mbante mos ta bënte. Faleminderit shumë ju faleminderit. Jo, e falenderoni zotin Dimosthenë. Ju faleminderit shumë zoti ministër. Edhe do më falni, se nuk më mirë mendja kishit bërë kaq përpjekje për vllahun deri tek ministri. Thoni kështu zoti Janaqi. Po zoti Dimosthenë më hendën. Mbaroi punën e Janaqit. Ka shumë dobësi për ju. Po pse unë nuk kam dobësi për atë? Edhe një herë ju faleminderit zoti Dimosthenë. Shumë ju faleminderit. Faleminderit zoti Janaqi. Është këtë Italia, urdhon. Po fal. Ju faleminderit shumë. Shumë ju. Nesër do bisedojmë telefon, Me merr mua. Mirupafshim. Jo, zana. Mirupafshim zoti Janaqi. More, çfarë gënjeshtari që është ky more? Si vendose Dimosthenë? Do ta mbash në burg të njëri? Unë të mbaj në punë një tema me një, po ky do më mbaj
Jeni e mrekullueshme. Shumë e bukur. Ide e bukur që keni ardhur sonte këtu. Ideja ime ishte. Teodori! Vimosten. E të dyve. Zoti deputet, Vërdo shpirë. ju e dini që unë kam një problem. E di më i zemë? Kam burri në burg. Këtë çështje e kam marrë unë për zgjidhje, po do bisetoj me ministrin. Po kur do e takoni zotin ministër? Sa të kthehet nga Parisi do të takoj. Nuk është nevojë. Jo, është nevoja se Teodori! Po jo, Vimosten. Nuk është nevojë. Është nevoja. Urdhoni. Nuk është nevoja, sepse do të bisedojmë lart në hotel me ministrin. Miru pafshim. Ciao! Mirë mëngjesi. Mirëmëngjesi. Zoti Dimo, Urdhë. nuk dua të flas, po është e tmerrshme. Pse më? Kam parë gënjeshtarën, po ky është tjetër gjë. Edhe mirëmëngjes kur të thot gënjesht. E dini se ç'më tha sot? Se është i martuar dhe se ka 18 fëmijë. Dhe kur unë hapita dhe i thash si është e mundur të kesh 18 fëmijë, ai më tha se ka një grua që lind 3 herë në vit dhe bën trinjë. E dini se ç'guxoj të më thonë? Jo. Se do të lërë gruan e tij dhe do të më marrë mua vetëm në rast se unë pranoj të risë të 18 fëmijë. Ti mrekullueshme. Falem se sot njerëzit që vinë dhe të kërkojnë. Nuk i merr dot me mend gënjeshtra që sa janë. Që është i telefonit? Si, nuk e kuptoni zoti Dimo? Jo. Ai merr shpesh numrat e kot. Gënjen njerëzit. Edhe telefonin e ka lënë pa lidhur, që të mos ngatrohet. O, më fenomen i rra. Te falemderit, kulla. Rrofshme, kulla. Zotëri, Urdhë. do më lini të shkoj në Afrikë? Ku? Në Afrikë. Po, me se do vesh në Afrikë? Me në ndetëse. Kulla? Mos ke? Jo, zoti Dimo. Zoti Theodori ka një ndetëse të vetëm dhe më tha nëse kam dëshirë të bëj një xhiro atje në Afrikë. Dhe ti e në persone, ti e të grete morte, ama i kulla, ikme, kulla vashku, ikme moj. Oj, me gjere, kjo. Zoti Dimo ka ardhur disa telegram. Zoti Dimosten, deputeti ton, ju faleminderit nga zemra që u kujdesit për shoqatën e berberëve. Të berberëve! Diku ka shkuar për të ruajtur dhe në vend që ta ruan, i ruajti ai. Që është e vërteta shumë i shkaftë. Falenderojmë deputetin ton, zotin Dimosten, për kujdesin që tregoi për mos falimentimin e fabrikës së Leshit. O, të Leshit. Është fenomen. Zotë Dimo, Urdhë. do të pranoni të tjerë? Kush është? Është një zonjë. Futët. Sigur. Shikojeni këtë gazetë, zoti Dimo. Po. Një ndër kandidatët për ministra është edhe deputeti ynë, zoti Dimosten. Bravo, Theodori! Mirëmëngjesi. O, mirëmëngjes, zonja Miserdhet. Më falni që u shqetësoj zoti Dimosten, por kam ardhur për problemin e punatit tim të shkret. Besoj se e mbani mend. Më falni zonjë, po nuk më kujtohet. Për arrimën e kam fjalën. Po. Ishte doganier në Kakavik dhe ju i premtuat se do e transferonit në Afrik. Në mos gaboj, këtë çështje e ka marrë përsipër zoti Theodori. Ashtu është, zonjushe, ashtu është. 3 herë kam takuar zotin Theodori dhe më ka premtuar se brenda muajit do bëhet transferimi. Dhe akoma nuk është bërë, zonjë? Tani, nuk është nevoja më. Falni. Që kemi, zonjë? Që ka ndodhur? Vdiqi shkreti! Kur vdiqi, zonjë? Para një jeme, zotri. Ti rojnë fëmijit. Nuk i dha zoti. Ti rojnë të dashuri. Falemnderit. Prandaj kam marrë të marrë ato dokumentat që i sova për shqyrtim. Dhe më fali, zonjë, po. Më pikëlloj dhe mua shumë vdekje e ti. Të gjithëve na ka pikëlluar zoti. Mirëmëngjes, zoti Dimosten. Mirëmëngjes, zonjë.
transferimi u bë. I bëm dhe telegram zotit Arilla, mora dhe përgjigjen. Ju falenimderi të zotit deputet Pik. Vinë në Athinë dhe do ju takoj personalisht Pik. Me respekt 2 pika Arilla. O, Perëndi, si ju dërgoj telegram kur e ka vdekur? Ju a fazo. O dërguan letër zoti Theodori. Po si mund të thuhet një fjalë kaq e hidhur, njeriu mund të bjen damllajas. Po juve kush ju njoftoi zoti Theodori? Mora telegram, ja ku e kam. E keni ju, zonju Shepitica? Unë? Po nuk ju a dashur dhe u thash bëni dhe përgjigje gushull. Theodori, jepi dokumentat zonjës që kërkojnë dhe të largohen. Si urdhon zoti Muslet? Durim, zonjë, ne bëm maksimumin e mundshëm të transferohesh. Perëndia e transferoi në botën tjetër. Njihni pak dokumentat. Po si? Pa transferim nuk mbeti. Faleminderit. Zoti Dimo, Ju lutem, i thoni zotit Theodori mua të mos më ngatroj në këto probleme. Sa herë që gjenjen, drejtohet në unë dhe më vë në situatë të vështirë. E përse vjen në situatë të vështirë, zonjushe? Sepse unë nuk mund të gjenjej. Të mësojeni, zonjushe, të mësojeni se... Nuk mund të mësohem. Dje erdhi zoti Janash dhe kërkoi përgjigjen e letrës që zoti Theodori i kishte bërë ministri të drejtësisë. Çfarë ti thosha, unë ngriva në vend? Do ngrini një herë, do ngrini 2 herë, pastaj do shkrini, zonjushe. Që n'keni njeri e çuditshëm. Do vazhdojmë, zoti Dimo? Mbaruam, mbaruam. Zoti Dimostel, Pica nuk merr vesh fare nga diplomacia. Eshte re. Urdhë, raportin e keni gati. Faleminderit. Bra, Çfarë janë? lule. Për mua, Ja, zoti Dimosten. Faleminderit Leri. e shikoni zoti Dimostel, unë punoj ju si jelin. Bashk. I solli një djalë i vogël. I keni nga zonja Pica. Pica. Si urdhra. Zonjushe Pica. Me shoqe nuk duhet ta marri vesh që ne embram kemi qenë në kabare. Sepse nuk i kam thënë asgjë. Po sikur të më pyesi kush është kjo zonjushe Pica? Po nuk ka se si të pyesi ku ajo nuk... Dimosten! Cila është zonju Shepica? Urdhë, si e thatë se nuk e dëgjua mirë? Pica. Pica, thot për të fejuarën time. Po. Jeni fejuar, Po si. Ja nuk ma ka thënë. Urime. Dhe fali mua më duhet të largohem. Dimosten, përse e fejuara e Theodori nuk të dërgon rune ty? Ju nuk e dini se zoti Dimosten është kumbari, do na veri kurorë. Atëre edhe unë jam kumbara ju. Natyrisht. Edhe kur do bëhet dasmë Dimosten? Më falni. Ku do bëhet dasmari? Mua po më pyet. Dasma, së shpejti do bëhet dasma, sa të përgatitet nusja, të mbaroj kolegji. Sa lule të bukura. Çfarë arome. Zonjushe Pica. Pica. Artiste. Artiste është? Me ban, artiste, piktore. Dhe çfarë piktore? Zojt, maqop, çfarëdo që të dalë përpara e pikturore. Pas ka lënë dhe numrin e telefonit këtu. Bukur, ta marr dhe ti telefonoj. Nuk ka nevojë se ja transmetoj unë, domethënë, nuk ka nevojë. Se prish ndonjë punë, Nuk prish. drazi do t'i vi shumë mirë, Theodori. Po nuk prish punë zonjë, po dëgjohet pa mirë këtë telefon, urdhoni. Bisedoni zonjë, bisedoni. Faleminderit, Theodori. Është linja shumë nga po shumë mirë. Alo? Kush jeni ju lutem? Zonjushe Pica? Unë jam e shoqja e kumbarit tuaj. E deputetit pra e zotit Dimosten. Sa po mora vesh lajmin dhe po them se po merrni një burr të përsosur, zonjushe. Urime. Po këtu e kam. A doni t'ja japë në telefon? Pa tjetër, zonjushe, pa tjetër. Miru pafshim bashk. Ja foli, Theodori ju. Ju kërkon e fejuar në telefon. Doni të bisedoni juve? Jo? Ushtë? Alo, zonjushe Pica? Theodoriu jam. Po,
Mua më quajnë krye gënjeshtar, po kacat të tjerë që janë më të mëdhenj se unë. Edhe tjetër herë, mos tregoni prallat e ku, se nuk shkojnë. Atë po i thosha dhe unë, domethënë. Ashtu, Edhe sa për ty, ti mos teri. Kur shko në kabare, mos bëjt aty prekime. Më falni, mua më duhet të shkoj deri në parlament, se kemi një interpelancë. Do vënosh? Nuk besoj po, edhe ti nuk do largohesh nga shtëpia, po. Jo, kam edhe unë një interpelancë. Soti kë. Po vjen zoti Nika. Ja ku erdhi. Le të hy. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. I përpiq në takim zoti Nika. Takim? Çfarë po ndodh zonja Meni? Doja të bisedoja pak me ju, por në veçanti ama. Në veçanti me mua? Patjetër. Dimosteni është duke ikur. Domethënë ju zoti Dimosteni po dakor. Mirupafshim. I dashur. Mirupafshim. Se kuptoj çfarë po ndodh. Urdhoni? Po. Thodoriu jam. Urdhon? Po. Po mbaj shënimin. Po. Mbaroj kjo po. Si urdhon, po. Pa me radhë do të japim përgjigje. Mirdita. Si jeni, si shkoni mirë? Mirë, faleminderit. Po, urdhoni? Faleminderit, mirë. Shtëpia të gjithë mirë jeni? Mirë, faleminderit. Po, më falni, kush po jeni? Po ju më njihni mua. Unë jam Kasap Vilajës, bisedoj me ministrin për dhënë tim jeshtë në burg. Si jeni Kasap Vilajë? Mirë, faleminderit. Ju e mirë? Të them të drejtën, sot nuk isha ndërmend të vija, po më dërgoi gruaja vllajt pizza. Si e zonjushe pizza? Mirë. Po, unë jam artiste, tha, edhe burrim të qëndroj në burg, sikur nuk shkon kjo. Zoti Dimosteni ka shkuar në ministri të bisedoj për çështjen e zonjushës pizza. Faleminderit. Ta marr një telefon. Mirë. Alo? Po, Thodoriu jam. Po. Desha pak Dimosteni. Sa po dolli nga ministri. Unë nisë për në parlament. Ju faleminderit. Do e ngrej problemin tënd në kuvend popullor. Do me të mbaroj, Faleminderit shumë. Edhe dhe jo. Pas ma. Do shkojmë drejtë në taverno, do ham sa koka keci. Jo, jam i zëmë në punë, I shkoj më prish. Nuk vi dot. Mirë, faleminderit, mirë bashkë. Atë lutem, mund të bëj një telefonat? Telefonat? Po ju, Kasap, nuk u keni celular? Jo, kam, po... Ky të ha gjysmë në viqit e? E doni të hani nga viqim, Jo. Biseto se ka deputeti, biseto. Jo, më mirë pa i theme goj. Mirë u pafshim. Faleminderit shumë. Kështu si që bisedorë, zoti Nika. Pa merak fare zonja Meni, kjo punë do të rregullohet për bukurim. Të lutem shumë të më ndihmosh. Mirupafshim. Mirupafshim. Vetëm jeni, Thodori? Vetëm, son. Mbaruan vizitorët? Tani për tani, po. A mund të bisedojmë pak bashkë? Rastila, më jibet në mundësi e tim. Urdhro. Gëzuar. Urdhro. Afam jush? Se u përshkurë? Jo, mua s'pak, po them mos u përshkurë. Për dresa unë ju lejoj. Urdhro. Thodori, po t'ju them diçka. A do t'u besoj. Kjo zonë, kam eksperiencë shumë të hidhur. Do t'ja o të them, Thodori. E mi thuaj. E di, fillova t'ju simpatizoj. Çfarë intrigoni me mua, zonja Meni? Ç'psuat, zotri? Jo, asnjë asje, po pa vazhdo. Gëzuar. Doja të dija, a ju pëlqejnë gratë? Shumë, Shumë. Kjo është një lloj sikur të thonë një fëmijë, a më pëlqejnë ëmbëlsira. A mund të thoni keni pasur sukses me ta? Po, shumë. Po, sa për shembull? Doni statistika? Jo, them unë. 27 të martuara. 32 të veja.
154 të papërcaktuara. Rekordmen. Gëzuar. Nuk më besoni, nuk. Jo, besoj. Po nuk e di, Theodori, se që keni dhe diçka tjetër. Diçka që i bëni për vete, njerëzit i hutoni. I hutoni? Nuk po kanë thënë? Talëri me mua zonja Meni apo si. Atëre, ndrojmë bisedën. Jo, biseda është e bukur, zonjë. Vazhdoj. Zonja Meni, dini ju do një grua që hutohet nga shikimi im? Po si? Di? Kush është? Theodori. Mos më shikoni kështu se do gjeni belan në dhe nuk do gjeni vetëm ju belan, po do gjeni unë belan, zonjë. Me qenë se më keq kuptuat, atëre ndrojmë temën, zotri. Tema është e bukur, zonjë. Shumë e bukur tema, zonjë. Vazhdoj. Theodori, si ka mundësi që arrini të bëni për vete kaq shumë femra? Me syri. Thjesht vetëm me syri? Kam një shikim mund që në dorëzojt çdo femër. Pardje, pas rrugës një murgesh, ajo vup, oqi me një rasot. Edhe si është ky shikim, Theodori? Do një të provojmë? Ta fërkojmë. Stop! Mos u qujsh. Pa vazhdoni. Ti I kam vendosë të madhe. Mirë bët, Theodori, shumë mirë. Gëzuar? Theodori, po tjetër herë, jo ka që dosë të madhe. Se unë jam një grua e martuar, edhe nuk e tratoj kur burin tim. Theodori? Kur? Ose kjo është rafinuar, ose unë jam një utaq dhe më nuk e di. Kula! Urdhër. Dëshironi gjë? S'gjati pak duart, Kula. Po shiko tu. Ndjen gjë? Jo. Pa më shiko mua. Ndjen gjë? Po, ndjen. Çfarë ndjen? Një gjë dhe Stop! Zoti Dhimo! Ostaq, dëshironi gjë? Do të vizin të tjera këtë jo? Ka njeri? Erdinson, Fute brenda. si urdon. Zoti Dhimo! Mirdita. Mirdita. Erdha. Bëtë shumë mirë që erdhe të... Erdha për problemin e burrit. Do të zgjidhim pa tjetër, zonja Pica. Zoti Limosen ka ikur në ministri për çështjen tuaj. Zonja Pica, pa me shikoni mua në sy njerë. Ndjen. Jo asgjë. Pa me shikoni, Ndjen. Po jo për asgjë. Ho! Pa me shikoni, mirë shumë. Më falni po, përse më shikoni kështu? Se kam një shikimi. E çfarë shikimi? Shumë bukur kërceni zonja Pica. Urdhoni, ulluni. Çfarë u bë me problemin tim? Po si ka shkuar zoti Limosten në ministri? Si mos interesojmë ne për një artiste kaq të bukur, zonjë? A mund të telefonori pak zotit ministër? Me një herë, zonjë. Alo? Po, ministria, zotin Limosten dua. Po, Theodoriu jam, zot Limosten. Po, ka ardhur zonja Pica. Po,
Po pyet si jeni me shëndet? Mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit, thot, mirë. Qa bët për problemin e saj? E bisetoj. E çfarë tha zoti ministër? E çfarë tha zoti ministër? Do e rregulloj. Po, kur mund ta shikoj zotin deputet nga afër? Kur mund ju shikoj zonja Pica nga afër, zoti Dimosten? Jeni zën me ministrin? Nuk keni mundësi. Një herë tjetër. Po, një herë tjetër do me thënë. Po. Jeni i mrekullueshëm. Jeni i mrekullueshëm, thot zonja Pica. Po. Po, zoti madh. Ç'po ndodh këtu? Zoti Dimosten. Tani që bisetojmë bashkë koincident, sa po ka ir vllai juaj doktori, edhe zonja Pica kujton se jeni ju. Mirë se ardhët, doktor. Mirë se ardhët. Çfarë ngjashmërie? Më falni zoti doktor, po me siguri që jeni binjak. Jajm. Tamam deputeti. Zoti doktor, kam që pardije që kam një dhimbje këtu. A mund të më vizitoni pak? Vizitojmë, doktor, vizitojmë. Apandësiti, besoj, vizitojmë. Unë nuk shikoj një. Ju lutem, na lini pak vetëm. Sigurdo. Apandësiti, doktor. Në tjetër apandësiti. Më dhëmbë? Ju lutem zonë, shkërkoni ju këtu. Unë shkërkoj ti më i shdo këtu paro grua e të pësëse. Për jashtë më të thash. Më falni zonë, po mua po më viziton doktori. Për jashtë të thash me të shkura flokëti nga një për jashtë të thash. Ju lutem zonë një për jashtë. Ju lutem të thash për jashtë. E të pësëse. Paro grua. Është më bere, Theodori! Është më bere! Mos ki merak. Që mos ki themi të vërtetën. Do t'i themi të vërtetën, mos ki merak që ti mos themi. Qishte kjo patërsia? Su vjen turp, su vjen. Zonja Meni, do na falish, na beso. Zonja Pica ishe ullur këtu, unë isha në telefon ty, po bisetonja me zotin Dimosteni në ministri. Në këtë kohë i Dimosteni, unë i thash që është i vllai doktori, ajo ngriti robat të vizitosh. Kjo është ekipa. Do gënjeshtra me bishtë e thoni tjetër kujt dhe jo mua se nuk e shkoj. Dhe ti do përgjigjesh për të. Është më bere. Bukur zoti Dimosteni, shumë me bukur. Po edhe një herë që tham të vërtetën, nuk na besua dhore shok. Nuk e ke ide, Niko. Nuk e ke ide në çfarë forme u përpoqën të më gënjeni. Por mua nuk më hodhën dot ata. Keni shumë të drejtë, zonja Meni, sepse dhe unë po shikoj që me të vërtet zoti Dimosten ka aq debulesë për këtë njeri sa që... Është i çmendur pasi. Disa herë kam thënë, more Dimosten, nuk e shikon që ai njeri po të gënjen dhe po të çon drejt hupnerës, po nuk do të dëgjoj. Mirë, unë jam në dispozicionin tënd. Po që se dëshiron, unë do t'ja them gjithë sot. Sa më parë t'ja thoni aq më mirë do jetë. Të lutem, Niko. Dall ka hoku. Tash ka të bëjë dhe dashuri, pale. Dimosteni duhet jetë. Ai do t'jetë. Zonjë, zoti Dimosteni është shumë i gëzuar. Na e kuptuat juve, zonjushe. Kur bie zilja njerë zrrrr, do thotë që... Është i nevrikosur, e? Jo, i gëzuar. Zërzer është i nevrikosur. Po lejnë më i lafe të shkap derë në vendurë. Pra, zonja Meni, thash që unë do t'gjej momentin më të përshtatshëm dhe do t'ja them gjithë animin e. Dimosteni! Brava, Lego! Brava! Si jemi? Mirë. Ishte duke kaluar këtej dhe u kthye nga thot një mirë mëngjes. U mirë bërë, Niko, po përse vetë zonja Zozo si është? Kam sëmur, zoti Dimo. Po ju ku ishit? Vimë nga Kongresi Samargjindrit. Mbajti një fjalim, zoti Dimosten, që çfarë ju them. Ishte fjalim me rëndësi, e? Me shumë rëndësi, zot. Me shumë rëndësi. Ullën i zot Dimosten se jemi pjesit. Ju falenderit. Qa du themë, zoti Dimosten mori një pozicion. Zotëri,
që në fillim do të them një të vërtet të madhe. Ne politikanët jemi gënjeshtar, po populli u ngop me gënjeshta. Filluam. Posh gënjeshtare, posh gënjeshtare. Vërtet kështu ju thesh? Tekstualisht kështu. Edhe çfarë pastaj? O triumfi madh, duar të kiki. 4 samargjin, morën Dimostenin me marë edhe i di. Ju dhe po si gjithmonë prantia, po jo. Pse do të linjat e binde për dhe? Edhe njërë të falemderit, Teodori, sepse fjalimi që më shkruajt të t'ju ishte më i miri. O Ashtu, për latë gjithë bëj hapu. Ashtu, No, dhe fjalimet Teodori u shkruan. Po pse shkujton ti? Dhe kryeministrave, kush u shkruan fjalimin? Sekretari shkruan, politikani reciton. Populli duar troket. Ajo është dëtyra e popullit. Të duat rokasi e të votojnë. E shikoni sa bukur që flet, kam thënë është i talentuar. Teodori, një ditë ti do të qeverisësh vendin tonë. Jo, zot. Po, ta them unë. Asu, do ta qeverisë edhe unë. Ju po, zot, i mos thënë. O zotë Dhima, Kur do? po unë do ta qeveris në njerë. Po, edhe ty do të vjen rama. Sa për juve, nuk e di Dimostheni. Po për Theodorushin e besoj. Ju një ditë do të ngjiteni shumë lart, Theodor. Ju faleminderit zojnë. Kjo është e vërtet, sepse ai është shumë i talentuar. Pastaj është njeriu që di sekrete. Populli do bravo. Na ishte një janaq kasapi. Ju kujtohet janaqi. Vërtet? Ishte Luan. Po Teodori ju e bëri qenjë. Qenjë po ju them. Po që je bërë kështu më të shkuara. Nuk kam lore për shkore të tojë. Unë desha me kasapin, do të tyni me farë që qenit. Sigur nuk i ha populli për radhat, zotë Dhima. Po shani, sepse e fillu në gënjeshta të dhariu, edhe më desh me mua pastaj, ja këtu ja. Shumë i bafje, Kostaq. Të ku diti kasapi, po pistoletin ku e ke? Ja këtu e ka. Po përshë që përdoj? E kam pa leja armërun, pa do t'a kisha shtukur, ishte me fatë. Ishte me fatë. Shpëtoj njëri. Shpëtoj njëri nga vdekja e sigur. A i shpëtoj, po kemi të tjeri ashtë më bërtasë. Bërtasë, pse bërtasë? Those, ju po talën me ta. Do vini t'i qetësoni ju, apo t'i shtritë të për tokë. Po, zoti Kostaq, do t'i qëtësoj pas. Dale. Që shkuj njeri që në më? Sa më shumë e një, aq më shumë bindesh për talentin. Shikon. Ishe shumë të drejtë. Shumë të drejtë. Miko, e pemenine, filloj ta simpatizoj Theodorion, Pashe. Por Niko, zdo të thush me këtë e pashën dhe ma të kokën si Rosakti. Jo, asgjë, nuk sa asgjë, nuk. Jo, zhe. T'ju them diçka, zotë Dhima? Kur do? Njeriu duhet t'jeti kujdesshëm, sidomos kur ai është i moshuar dhe ka një grua të re dhe të bukur. Po Niko, po nuk po të kuptoj. Duhet më kuptosh. Unë me këtë duhet të them që njeriu nuk duhet të ketë besim të verbër te gruaja e tij. Po Niko, Por do, po ngrenë. mos u nevrikoz, zoti Dhima. A nuk e kupton ti që ajo tërë kohën atë thret me përkëdheli? Theodorush, ku je Theodorush e të tjera? Thret me përkëdheli sepse është shumë i zoti, shumë i shkaftë. O, zoti Dhima, këtu neve nuk mund të bisedojmë dot bashkë. Unë çështjen e shoh shumë serioze. Ju lutem shumë, shkojmë në zyrë dhe bisedojmë shtruar. Po të pres në zyrë. Po ndodh kështu që. Nuk po e kuptoj. Dimostheni. Ku është Theodorushi? Theodorush. Niko. I po zoti Dimostheni. Sa po ju?
Shumë mirë. Mbetën vetëm. Tani do bisedojmë të qetë. Mos filloni përsëri, zoti Thodori. Pse zonja Meni më vut zjarrin dhe unë e kam thajnë tani? Pse unë ju vura zjarrin? Po kush unë? Para sa ditës sa u pash dëshurozuat për dhe. Tani po u shikoj, po u rishikoj. As për dhe nuk po bini, as nga veli nuk po levizni. Po mirë, një shaka ishte. Nuk mu bënja ju as një shaka, Thodori? Shaka? Mos bëni shaka atila, zonja Meni. Se unë jam njeri me ndjenja. Prekëm shumë kollaj, zonja Meni. Ta dini se me keni zalisur. Se unë ju simpatizoj, zonja Meni. Ju dashuroj, zonja Meni. Ndjej për juve një pasion të qumë. Pasion për të pirë. Pinde, sa një dit e gjetën të vdekur. Kush di, zoti Thodori? Xhaxhai im. I shkret. Çfarë do kulla? Hiç. Po, kur vdes zoti Thodori, u vdes për ta dëgjuar. Mos vdes kulla, vdi xhaxhai im, nuk do vdesin të gjithë tani. I qove për finka tek zonja Zozo? Jo. Tani qoj, me një. Surdrom. Shenje mirë, e zboj pastrose. Do të mirë që e zbot. Se që kujtove ti, se zbova Kastile pastrusën, në? E mirë, midis nesh e thash. Dëgjohë, Thodori. Duhet ju them se jam shumë e zëmruar me ju. Pse zonja Meni? Harroni se unë jam një grua e martuar? Po sikur u kërkova unë të martohem. Atëre, çfarë doni bëj me? Dashuri, zonja. Vetë dashuri. Ah, dashuri. Nuk e di se ç'ju them. Po më bëni të lëkundem, zoti Thodori, po kam frikë mos na shikojnë. Asnjëri s'ma shikon. Asnjëri, zonja. Me të vërtet? Mos keni frikë, zonja Meni. Afroni, zonja Meni. Nuk e di, Thodori. Po unë ju dashuroj, zonja. E hangra më duket. Do me thënë, kishte të drejtë zoti Niko. Plotësisht të drejtë Dimosthenë. Si the? Unë i thash zotit Niko, që të thoshte. E kështu ju do besoni se kush ishte ky, zoti Thodori, që ju gënjeu dhe ju e quajtët Perëndit. Gënjeshtarja. Edhe vazhdimisht nuk pushonte me fjalimet e tij erotike. Edhe di që më thoshte? Se zoti Dimosthenë është një idiot që nuk vlen as si bashkëshort, por edhe si deputet. Dhe avash do t'i marrë dhe gruan dhe vendin e deputetit. Zonjë, si nuk vjen turp që thoni gënjeshtat atila? Ty si nuk të vjen Se kush është gënjeshtare di shumë mirë, burim. turp të kesh. Zobesh. Largo nga shtëpia. Zotin. Largo nga shtëpia. Një minutë. Nuk as një minutë. Me falni zotin. Çfarë gjato? Shiko, këtë loj mua më punuan zonja Meni me zotin Nikon. Me dashnorin e saj. Mos do të thuash sepse zonja ime tua këtu në qafë, ha? Po, dëgjoj. Para sa ditësh i zura unë ata me presh në dorë, më punuan këtë loj e tani më mbeti mua presh. Ja, largo që këtu. Qoj, largo maskara. Nuk me besoni zonjë Nikon. S'kam se si të bezotin. Unë isha futur në dhomë, ata i shënur në divan, po i përkëdhel të dorën dhe mua me tha se po i mas të temperaturën. Jashtë këtu! Jashtë të Zonja Meni, si u be? E pa vetë. hyri tamam në kohë. Bukur shumë. Nuk e di zotin Niko. Ndjej kë me duar të më dritë, nuk jam hiç mirë. Më duket sikur kam temperaturë. Mos u mëziti, zonja Meni. Tani vetë e propozuat këtë lojë. Nuk jam mirë zotin. Një minutë, mos u mëziti. O, Perëndi e madhe që po ndodh këtu. Zoti Dimo, më duket se është shumë sëmur zonja Meni. Pa shiko. Shpsove Dimosthenë, ha? Pa shiko. Qa qikoj, ka temperaturë? Ka temperaturë. Temperaturë? Çdo gjë më thoni. Çdo gjë më thoni, vetëm temperaturë. Jo! Shpsove Dimosthenë. Zoti Dimo, po më ofendoni, ju lutem shumë, unë këto ofensë nga juve nuk e prisja. Megjithatë, fajin e kam unë që u trazova në këto punë. Shëndet, zoti Dimo. Niko! Për emër të zotit Dimosthenë, ç'ishte kjo ide që t'hypi në botë? Ç'ishte kjo ide? Ç'ishte ajo që pashuku? Po më shite nëse kisha temperaturë apo jo? Temperaturë? Po pike zezë njeri të shikon për temperaturë, tjetër të hidhe të qafë, këtë besoj e këtë mos besoj, më çmëndë ke jeta! Zoti Dimosthenë. Të vërtetë më thash. Të vërtetë. Me personi, zoti. Të vërsoj, mërë. Gënjeshtar, duhet të vrasi që të vëshmënd. Me vrisni, zoti Dimosthenë. Me vrisni, do të falteroj me gjithë shpirt. Po falteroj një vdekur i mërë. Ka fali që e gjetëm kortën kështu hapur, edhe u futu pa pyetur. Ja, ky është ai që më gënjeu.
Doktori, iku doktori, Zotia është deputet. More dalga u, shna kujtonë ti se vi me Honoluluja, unë po së bëra thela, mos më thëgjin, kasap! Po e ndjek me pistolet të dorë. Po ka gjithë pas vrasë mua i qenje. Evram, zotë Rimo! E thashëm, gënjeshtre i hengri kokën. Evrave? Brave! Po, desh më drishtahi, Evrava unë për para. Po tani që do beshti? Do shkoj dërzohem që do bëjtë. Shkoj pizza. Ti që shkreti? Diq. Iku a I budalaj. Po perdi e madhe gjallë qenke? Kasapi nuk ishte I zoti për pistolet. Me pa shtrir e kujtoj se me vrau. Aq kolaj vritë Fëdoriu. Shëndet, zoti deputet. Dhe dije se gënjeshtar më të mirë se unë nuk do të gjeni në gjithë botën. Adio, zonja Melin. Dhe dije se nga gratë gjithmonë e ka pësuar. Nuk ju bën thëmë dhe të largoheni, ja? Ashtu e Ke di ndjej një boshlek. mos kinë me vakt, do të mbushu boshlekun. Po, doni du jap adresën e shtëpisë. Pa tjetër, Thodori, pa tjetër. Po si, do ju pres me padorim. Edhe unë do vi pa tjetër. Po, një sekundë. Shpejt ju. Përda, ju pres me padorim. Me një herë do vi. Prap këtua, si nuk të vje turqë. Urdhro, më dha adresën e shtëpisë.